Përshëndetje. Kisha dëshirë t'ju përgjigjesha disa nga këto komente që kanë ardhur në YouTube. Edhe unë vetëm po lexoj me edhe çohin që të bëhet. Po thot kam disa vjetë që meditoj dhe doja të përshëndesja me melodinë, me të preferuarën time, Milan, Song of the Pure Heart, ka një buka apo ja? Ka shumë aty gjëra të bukura, kështu që janë shumë gjëra të bukura, fusin gjendje të mira, kupton? Edhe e ngren atë frekuencën. Shkurt ka pa gjithë atë frekuencën, po patë frekuencën të mirë, pa gjithë gjëra të mira, kupton? Kush janë këta tjerët që na kanë programuar mendjen? Po janë ato të naltë, unë kam folë shumë shpesh për këto. Këto ne ka programuar mendjen. Po thuj 95% e mendjes tonë nuk është e jona. Është programi këtu. Si ti kompjuteri e vazhdon, a kupton? Përsërit gjëra tu që ke mësuar këtu. Kurse 5% po thoi ke mrena për mrena, kupton? Ajo është ajo shpirti, vedia që është pak e bllokuar për momentin që kanë në programojnë. Që me janë këtu janë të shokët punal, ke ne, se ke fushën e 2, fushën e 3, fushën e 4, edhe fusha e 3 janë ato nanakit që kanë ardhur fare këtu që para ca kohë që e bën këtë kështu keq fare dhe fillun prapë se di e keni pa atë filmin e Noah's Ark që thonë të imoj kafsh dhe kështu kania i iku edhe erdhi ajo deti imoj të gjithë tani fillun prapë ka të vërtet atë shumë që kështu i me këto a kupton tallin bytën e jemi në janë të kap me dashurinë e vet a kupton këto janë si ne atje jemi shok gjithë në për këtu vim në loja edhe nga që ka më shumë teknologji këtu jam e vetë më të mirë me edhe këto na shohin poshtë edhe ne si shohim do të nalta, kupton? Kanë ardhur me kohën, kanë kalkullu katë dytë këto, shumë aty, ato katë dytë tani futet bjerë. Po këto me ikë të tretë, mua ato gjëra që dushin flori këty vanunakeve gjana, i morën në lanë këshuani. A kupton? Ne ishim slavë për këto, a kupton? Po nesa është temë e madhe shumë, s'kam qetur nga ato gjanat. Po kështu këto na kanë kontrolluar, kupton? Po ne kur kuptojmë ne që jemi në shpirta për shembull, kur ndriçojmë ne për shembull, kur jemi në gjendje të mirë, kjo drita i kap të këtojmë, do zbulohen dhe këtojmë, çe kemi bë vetes tani, do hajmë vetëm gjallë po thuj, do ban keq fare, kupton? Do vija e koha. Se këtu ke themeli janë ato engjëllat e vërtet që jemi ne, a kupton? Po për momentin jemi pak me frek, shumica janë këtu, po më mirë po bën gjanat. Që kështu i merrni ne do bëhemi me grupe, se ka lloj njerëzish këtu, lloj shpirta që luajnë lloj rolesh, a kupton? Sa kanë qefur, do banë shumë njerëz që do futen me kështu, do punojnë me njëri tjetrin, me institute, me gjana, me grupe për shembull, që ka qenë para fare. A kupton se cili dëshiron jetën ashtu që ka qef me ato njerëz që ka qef vet, a kupton? Që janë të mirë për zemrën e tyre. Por momentin me këto nalta kanë bllokuar, me për të po dalin ke sheshi, a kupton? Prandaj po banë gjithë ato gjëra që po bani me. Kështu me dëshove shumë gjana që do dalin e që kam ba këto që kam ashtru këto njerëzit të nalë që ne i bajnë në keq, që kupton? Do i tregojmë dhe për i video tjetër që ka ndodhur për shembull me këto gjëra të këqija që janë ba me këto vende të këqija. Se është ajo loja e ligjit, ke konstruksioni që po të bash kështu me shumë kohë e krijoni në gjithë keqe, aty do dalë ty diçka ashtu që meriton. Po thoj, a kupton? Se është ligji i lojës ashtu. Po nesër do të flas për video tjetër, që kështu këto na kontrollojnë për momentin. Po ku jeti e zgjume, ku kupton që ti kapësh ti e ngren frekuencën atëherë ti e zbulon veten. Se gjendja mirë është e shpirtit, ku je ndjeni vetëm mirë, sa të kesh mundësi çdo ditë, ti do kapësh me atë frekuencën me, do të tregoj të gjitha kush jeti çfarë jeti, a kupton? Edhe e kuptoni me kohën, a kupton, prandaj mund do kohën ta kuptosh tani. Okay, që un pas kam pjesë Zotit, që ja mund do marrësh eksperiencë, për me do zbulosh kush jeti, se është 95% programi këtyreve. A kupton, për çdo lloj gjaje ke perspektivi jot. Po ti beson, ashtu bajatohen, ashtu bajtë të gjithë. Prandaj ne jemi të harruar këtu, a kupton, kush jemi në mëna për mëna origjinal.
Po me këto gjëra të zbulohen me kohën, po çfarë po them, njerëzit duan ai kështu. Alo, telepizza, po, i pizza të lutem. 10 minuta ke pizzën ke dera, nuk bëhet ashtu, është mashtrimi këtu i me. Këto bëhen me kohën, ti do të mirënjohesh me veten tate, me Zotin, me gjërat, të kapësh, të bësh mirë njohë, sikur bën një shok prap, ato duan të mirën tate, po gjëra këtu bëhen me kohë. Ne mund të jetojmë 100 vite, tu është kohë, ato gjërat e mia bëhen, edhe gjërat e shija bëhen me kohë këto, të e din, këto që kanë implementuar. Këto nalt, këto e di që bëhen me kohë, i mashtrojnë të me kohën, i mashtrojnë të fillim nanën babën, me vite, pak nga pak, i fusin kështu gjëra pengime, ja bëjnë vetëm sa më vështirë, pak këtu, pak aty, pak këtu, i majnë kështu këto ne, po të shohën këto, i fusin dhe këte, implementojnë dhe këte ani, po ngritë ma shumë këto, implementojnë dhe këte, edhe me aeroplan nga nalt, i fusin metallet që t'i blokojmë që mos kapen këto, edhe ujnë ja helmojmë, edhe marketin ja kemi bakshune me gjanat kotat laboratorit. A kupton, do thojnë të bëjmë në që shtatun, po s'banë që ata unë ja blokoj leket këti banka, komplet të gjanat janë kontrol, a kupton, nuk jetohet që, kjo është si ti burgu, a kupton, që kështu të nga kontrolur shumë ne. Po nese, unë kam bërë video tjera për këto, ti mund t'i gjosh dhe ato, po kërës bënon t'i vetë nuk kontrolon t'i një mambot, të t'i ikën frika. A kupton, po do pa kohë ta bash zemrën e mirë me, t'i shlosh të gjërat e këqija që t'kapësh edhe manalt me ato angjelikat, me ato mjeshtrat që e ka marru lorën, e kanë zbulu kush janë, ato Jezusët e të gjana që rrinë në nalt. Ki këto fushat, a kupton, ka mjeshtrat të nalt shumë. Ka dhe jashtë kësajt lojës që komunikoj me mjeshtrat, ato e di kush janë, para se mu fejnë ato nalt fare, a kupton? Po ka dhe aty lloj gjërash, a kupton, që lullë rolët e veta dhe ato, a kupton, ka lloj gjanash, ka dhe angjeli që kanë qenë të mirë janë batë keq. A kupton? Nuk shkojnë do të më nalti me se ka batë zemrën e keqe dhe rrinë këtu e banë gjarët, i vjeni natën edhe kryojnë këto lloj gjërash, merren me këto njerëz të tjerë, ças ban, ka lloj gjëra ashtu. Kështu ka shumë kontrolle për momentin, po këto po zbulohen, a kupton? Jo dhe shumë vite këto të bëhet edhe më mirë për ne. Kështu që shoh unë, që kuptoj unë. Pyetja tjetër. Njëjtë të bëje edhe Akash, kjo është tjetër kjo. Nuk i për Akash. Ja. Përshëndetje maestro. Si po kalon këto ditë? Mirë fare. S'po shumë mirë, faleminderit. Po ka dhe më mirë, kupton? Po ka dhe më keq. Shpresoj të jesh mirë. Faleminderit. Kam shkruar 2 pyetje dhe nëse do të kesh kohë ndonjë ditë do ta vlerësoja shumë me mendimin tënd. Po mirë. E para, intuita. Kur jemi në intuitë të fortë, sikur diçka do të realizohet, a është kjo intuitë rezultat i një të ardhmes që ka probabilitet të lartë të ndodhë? Po, a është një indikacion që vjen nga një burim mbi natyror, apo është thjesht një ndjesi njerëzore dhe nuk ka lidhje me një të ardhme me të mundën? Po, e para dhe dyta këtu, ku jemi në intuitë të fortë, sikur diçka do të realizohet, a është kjo intuitë rezultati i një të ardhmje që ka probabilitet të lartë të ndodhë? Po, edhe të ardhmen edhe prezenten edhe për çdo gjaje. A është një indikacion që vjen nga një burim? Po, është i kombinim me gjitha gjanat, i kap mani, e kupton, intuitën e këtë fortë, i kap dhe në botën tjetër, edhe sikur i kupton gjërat, i nin, a kupton, i di pak a shumë, është një vedijet, janë jemi kap me shpirtin, a kupton, është komplet ndryshe, po çfarë po them unë? Është vështirë me artikulu, po ti i di mëna për mëna, është një vedije, a kupton, s'di çu ta them. Sikur e ke atë ti edhe sikur je kështu sipërflasun me, unë ta kap energjinë pak a shumë. A kupton? Jo kështu po e ka pak a shumë të thoj, aha, e kuptoj me muhabetin, ku është muhabeti, ose i kupton gjërat para se marrë atje, ose e lexon ropin nga energjia, kupton, çish është, çish ban, çish s'ban, komplet të gjanat, ka vetëm bollë tjetër me intuitën tatë të fortë, kupton, i nin për shembull gjërat, ka lloj gjërash. Po. S'ka të bëjë me apo është thjesht një ndjesi njerëzore dhe nuk ka lidhje me një të ardhme të mund.
Po ka edhe me ka me gjitha, nuk ka fare që s'bëhet. Intuita i bën gjitha, është shumë fantastike, shumë gjë e bukur. I me dyta Universi, Source, okay? Nëse unë kam një bindje shumë të forte. Po thuaj se sikur ajo që besoj ka ndodhur. Tashmë çfarë roli ka Universi në realizimin e saj? Ta kesh një bindje të vërtetë tu është shumë të fortë që e beson, që bëhet, është një kështu ajo. Ku je në gjendje ti, vjen që bëhet një fare, shpejt fare. Është sikur kështu ti je njëri për shembull, si jemi njerëz të thjeshtë. Kjo duket e pabamshme. S'ma merr mendja se kap, s'është bllokuar me 95% e budalliqeve gjithë jetën, gjithë ato vite, gjithë ato jetë. Po nëse kur ti e zbulon vetë se këtë pyetje që bën ti që ke shumë e lartë në gjendje pas ke eksperiencë për të gjërat. Unë po e shoh këtu. Ke pyetjet e tua. Që kshu i me, kur kupton të pak a shumë atë, kjo është sikur është e ba me para se mu ba. Unë e kam dhënë këtë është si për shembull çfarë ta mund të. Është ajo e futbollit që është për momentin që më vjen, që është shpjegimi i mirë, për shembull, ti e ke një skuadër për shembull nga ato të nalt fare, që i fitojnë gjitha lojat, po thuj. Ndajt kohës e futbollit për shembull, a kupton? Ato që janë nalt fare për herë. Si kujtoj din para se më futesh ka për të fitu, ka për të bë para se më bë, a kupton? Do të vish në atë gjendje, po vjen në atë gjendje në moment ku e kap, shpesh edhe të vin këto nga intuita, i din këto gjëra që të bëhen, edhe e kupton kush që e di që të përulin të gjitha gjërat tani. Se di e thash mirë, po mendoj se kupton pak. Nëse unë kam bindje shumë të forte, po thotë sikur ajo që besoj ka ndodhur tashmë. Po, çfarë roli ka universi? Universi do të pulet ty. Unë kam bërë shumë video për të gjëra. Është ligj i lojës ashtu. Kur kupton ti këtë pyetjen, edhe e bën, edhe e ndjen, atëherë ty del shuaja. Tamam, ç'i duhet. Do të shmenesh fare, a kupton çfarë s'bëhet. Tregoj një histori ato që kam bën unë. Do bllokoj YouTube-i ku i diet. Që kështu ti je ma kampioni. Nëse kam një shumë të fortë, sikur që përson do të tash. A më ndihmon universi të realizimin e kësaj bindje? Po, thjesht sepse unë e ndjej si të vërtetë. Po është e vërtetë, ku e ndin ti pak a shumë, po, sa më mirë ta marrësh vetëm sa më mirë e ndihesh, sa më mirë të besosh edhe sa më mirë do bëhet ajo. A kupton, ka të parë me frekuencën, ti je mirë, sa më mirë. Aty gjërat bëhen më mirë. Normalisht, edhe stërvitesh ashtu edhe me kohën, a kupton, është kështu kjo. Pam. Po do të rish mrapa sa të integrohet mirë ke gjaku aja, kupton se po sill janë stërvitje, për shembull morëm gjëra të keqja ajo sikur del për momentin, po ani të bish prap mrapsh dush me u kariku pa. Para është dish me majt, po është një pjesë edhe kjo e lojës. Që kshu i me po për gjitha, që po thotë ti. Apo bindja ime nuk ka garanton, ime përbahesh me dy fiksime, me si thot menja. Po thuj me A më ndihmon universi të realizimin e kësaj bindje, thjesht sepse unë e ndjej si të vërtetë. Po, edhe pse nuk është e realizuar. Po, bravo. Ajo është ajo, thoshte Jezusi. A kupton? Du ta shohësh që është ba para se mu ba atëherë bata. Po është vështirë, na kanë thartu me jetën me vetëdije. Apo bindja ime nuk garanton asgjë. Dhe universi nuk i përgjigjet asaj. Ja. Shumë menojmë ne, shumë ka programuar këtë ne, pra ne krijojmë këtë jetën që kemi ne, që s'kap me botën tjetër. Unë duk shu du dal nga trupi, për ti me se ke kuptu këtë që po thotë kjo vajza këtu, që ke pyetja, a kupton? Se jemi gjithë tu ne, jo jemi pa ato që janë aty. Sa shumë ka programuar, se kemi fajin ne, për nese. Edhe ne kemi qenë jetë tjetër, kemi bak tyreve, sa shumë kemi ditë ne. Pra nuk është e i detyruar, po është detyruar, pa shumë mendojmë ne, shumë e kam suktu ne, që t'i ullë për ullin e Zotit, aty është ajo mashtrimi, ajo dallaveri aty, ajo vogla, krek, ta ndrosh t'i kshu i me që jam unë Zotit, s'ka një manal, ndryshon komplet ajo edhe të vinë ato intuitat, të gjitha gjana forcohen. Do t'i ki kshu për diti, për shoqë, edhe sikur se një vetën Zot e vëlla. A kupton, vjen ajo, ku e di unë.
Unë rria mrapa, a kupton, s'dija veç e baja, po pa ndilshëm, a kupton. Me koni kuptoni që kam qenë atje gjatë të jerin me, a do për ullën ty, është ligji i lojës ashtu, është ligji i lojës. Po bandi kundra, ato rrinë atë, o zot, ku të marrësh vesh, ato që t'jeti Zoti që të vinë ndihmojnë ty sa jemi të lejumani, po me jemi blokum, se ti beson se ka i Allah, ose nuk bat, i me në presim, ku ti është i gati në vim, thojnë ato. Të regojmë ty kush je ti, që të marrim tu të bim, ta shofësh ti e si ti si ne, por momentin jetë mbalë, luzët, krahasohesh me kush je ti i vërtet, ose ku mundu shtikësh ti, po ta patësh zemrën ashtu që ta kesh, se ka shpirti. A kupton, që ka pas Jezusi, e gjithë të tjerë të mirë, Budat e këto, a kupton që do të kesh zemrën të mirë, gjitha gjërat hapen dyert, a kupton. Ti je më i madh, ti nuk e kupton kush je. Po nëse unë e kuptoj se edhe unë ma thoshe njëri kështu para kështu sa vjetë dhe unë zë besoja. Se si isha aty në gjendje. Po me e kam ba vetë. Pra nuk është e detyruar të përshtatë. Pra nuk është i detyruar të përshtatë realitetin me atë që unë besoj dhe vepron në bazë të mekanizme të tjera. Po, a kupton? I ke gjitha mëna për mëna, çfarë po them unë? I komplet univers që racional është mëna për mëna e jote. Po ne besojmë atë rrallë parë. Po nesër na del. Ne bajmë, sot po besoj po nesër. Po i aty çajna njëri të baj kështu, a kupton? Po nesër ashtu jemi programu, pak ashtu, ka lloj mënyrash. Po, që ti kështu ti je Zoti. Po, u ba diçka tjetër, ndaj Zotit do të bëhet vështirë, do të largohem, do të vinë në jeri ku ta kapësh frekuencën mirë ti me ditë pa ditë. Po e kap më mirë frekuencën ku po jemi aty ku jemi, do bëjmë çdo projekt, do pyesim për ndihmë për tjetër, nuk është ndonjë gjë e keqe, kupton? Po mos e përul vetes, edhe sikur të vinë një angjelik me drita kështu, me krah, do të çmenesh fare, kupton? Ne direkt në gjuhë, zot, ashtu para dhon ku i ka të naltë. Sidomos që pash vetën time ani që çka kam bërë atje po ul, apo jo kështu, po si bija ja, do i përulësh, mos i përul asnjërit. Unë rash në gjuhë se po thoya çka kam bërë vetes, që kam vepruar ashtu. Po nesa ishte tjetër gjë. Mos i përul për të vinë ai gjë ose dalin ai gjë, mos i përul ato të vinë për respekt, po ne i shohim to si zot, ato po ne zot vinë ato. Është ligji i lojës që po i pesë zot ato të prishin punën. Lutem, shive ke viktima, thot, ku do marrë vesh kjo thot, ose kjo. Po ke viktima s'ka faj me, se është mësuar nga këto të tjerë, tash kapshin me pranaj është, po e kanë parasysh ta kuptoni, e kupton, qysh e shohni ato nga nalt. Jo kështu si viktim, po që ta kuptoni ju për këto fjalët. Sa shu është krahasimi, si tip kështu e metaforit, ta kuptoni mirë fare. Kush jemi ne, ju që s'kuptoni, kujdes kuptoni mund bani kështu, bani ashtu. Ja lexoj ju ato komentet. Mos flisni katër vullët. Kujdes, shu ta kam bak kështu ta ike lal. Maja të pyetje për veten tate. Po them ti je Zoti, pse po kuptohet vetëm mos baj komente këtu, të lutem. Pa ato që bajnë komentet kota. Çe merren me ato gjërat kota. Pa shu shkunin në këto vende të tjera që lexojnë libra të tjerë, aty shkruaj komento. Se ato se din mirë. S'kan dalë nga trupi. A unë se them të për të duk kështu. Pa ajo është valla. Shko shife vet. Aty janë gjithë regjistruar, i soj. Ti më ta thosh ndryshe, po është njëti kuptim. Ti je Zoti, marroj filmi e vlla. Se nim vetën si Zot, po normal se jemi zhylca këtu. Na kanë bashkë këto ne. Po me ne kuptojmë kush jemi, se jemi zhylcani. Me ne krijojmë ndryshe, ne kemi fuqia, ne kemi të gjitha mëna për mrena. Që kshuj me e frekuencën nalt, kjo do ko pak me zbulu këtë gjana që po flas unë, kupton? I ti kupton, po du ta përjetosh, ta kuptosh mirë fare. A kupton? Që kshuj me do pak koha, se kene këtë gjendje shumë koha, kupton? Ose ke fiksuar, se ke se marrë me këtë, ju që keni përdorë, keni lanë, do të vini prapë, do pak koha me marrdorni me. Do 2-3 muaj. Mu fut prapë aty ka jo, topi borës, ka i momentumi. Se qysh është kjo? Do bashkë 10 minuta me, edhe meditim, e me do bashkë 23 orë e 5 minuta gjanat kota. Edhe i me do të kapësh me Zotin. Ose me shpirtin tatë, ose me do të angjelikët. Ata me frekuencë tjetër, valla. Ti me eshtu me Edi Ramën. Ke ato, i lene të njerëz që i bajnë Edi Ramën, janë para të punë, për ju që jeni për këtë punë, që kuptoni të gjanat, a kupton? Bajmë një vetestate, bajmë një njerëz të tuaj pa të mundësi.
deri në fare arsye sa të mundesh. Po shive veten tate, zbuluaj veten tate, investoj ke vetë jote, maj syt myll, le ti kena 2-3 vjet myll syt aty maj. Ti thosh vetë çai kam bani, ku ikën 2-3 vjet. O zot që qysh mishë e bana, se kisha vështirë aje, po ikte koha kështu se mërzitëm. Ç'ishte ikte koha, ç'do merresh me kohën ti? Ç'ti marr syt hapte, ç'a të shofësh? Shifi rreth e qark. Ç'a shef ti? Shef njerëz falso, shef njerëz që po vujnë që sesin dot ke rruga. Shef ato benza që shesin bëth, që kanë lloj dhimbjesh, lloj që po thoni ju karma që kanë mëna për mëna. Njeriu vetëm ku është i zgjuar deri në fare arsye e kupton që është mirë mëna për mëna, se për ndryshe lënë këto. Gjërat e kota që bajmë ne këtu. Po se ndihmë të mirën për ditë, mëna për mëna kush është ajo vërtet. Atëherë kupton këto gjëra që po flas unë. Unë thashë s'kam ditë, po e zbulon vetëm janë gjithë aty ato. Unë s'kam zbuluar gjithë, po kam zbuluar aq mirë sa a kupton? Që po dhe sot jam i kënaqur. I bi muhabeti. Unë akoma s'kam filluar të krahasoj me sa mund të jetojnë tu e çka ka aty e çka mund zbuloj unë. Po thotë një pyetje tjetër. Ta shoh ja përgjigja mirë sa ton. Faleminderit edhe ti. Përshëndetje. Në një video të dëgjova të thuash se të gjithë shpirtat jemi njësoj. Ndërsa në tjetër the se ka lloj të ndryshme shpirtash. Të lutem, a mund të na shpjegosh nëse ke mundësi? Po më shpirt. Ne jemi shpirta i soj. Unë na herë a kupton. Unë i flas fjalët gabim ose si përkthena e mirë, po ta shpjegosh mirë fare në detaj, kjo video do të bëhet i marrësh gjithë ta kuptosh kështu. Nuk ka mundësi me video të shkurta ti për të gjitha gjërat që flas unë kështu në detaj, e kupton? Unë i flas shkurt në herë edhe në herë po është mirë që ma bën këtë pyetje. Në një video të dëgjoj të thuash se gjithë shpirtat jemi njësoj. Po, si shpirta kështu, si jemi njësoj, si shpirta, kupton? Po jemi njësoj kështu, po thuj si shpirt në shpirt, zot me zot, a kupton? Po kur vin këtu i mene, ato shpirtat kanë marrë shumë eksperiencë loja të tjera, a kupton? Këto shpirtat e jon. Ka marrë shumë eksperiencë, luajnë më mirë me ca shpirta se sa me tjerë, a kupton? Ças bëhet kur luajmë lojën ai kështu. Po kështu kur rin këtu në ajo veni shtëpisë, jemi të gjithë shpirta. Jemi të gjithë isoj. S'ka në janë me vlerë se tjetri, jo unë kam më shumë eksperiencë se këtu. Këto gjanat e me, a kupton? Ati është isoj. Po kështu si tip pa shpirta individure, jemi individual, jemi secili për vetën e vet. Unë për shembull këtë jetë që kam eksperiencë jam unë, që kam unë më përmendja se ka asnjë shpirt tjetër në botë, kam vetëm unë. Atë që ketin më përmendja ke vetëm ti. Po si shpirt, si ke themeli, kështu jemi të gjithë isoj, po jemi si pika uji, këtu po vin këtu njëri bëhet me ngjyrën kështu, tjetri bëhet me ngjyrën kështu, tjetri bëhet me ngjyrën kështu. Për shembull, a kupton? Edhe të gjithë ngjyrat blidhen bashkë, thuj është ajo Zoti i madh që jemi ne, edhe duke marrë eksperiencë zhvillohen. Vim këtu ne, ca ta rumë, ca kështu luajmë loja me ca shpirta. E kur them për shembull këtu kjo që po thotë po, ndërsa në tjetër se të kalojë që të ndryshme, që shpirtat janë të ndryshme. Po pra, po them ndryshme këtë shpirtat loja është ndryshme për shembull, a kupton? Për shembull, ta them unë ty, ka shpirta për shembull, ke Izraeli, ke Gaza, ke Palestina, ti ke shpirta nga Afrika, ke nga Kina, ke nga India, disa janë atje apo jo? Ke nga ato shtetet e tjera. Që kështu me kur thash shpirtat luajnë ndryshme të lojat për momentin. Sot është shpirt, jemi shpirt, ne jemi Zot, po kur vin këtu me, si, nëse dim që jemi Zot, ja kupton? Ka janë shumë që janë të harume. Edhe luajmë rohesh me. Kjo është e ndryshe. Se luajmë me grupe, me organizime, do bëjmë kështu, do bëjmë shumë, njëri luan tek pull, njëri luan me 3, njëri luan me 10, njëri luan me 15, njëri luan me 300 shpirta, njëri luan me 30.000 shpirta. Ku ta kuptoj veten që ka për banë gjatë madhe fare, ka të baj, ka lloj, po këto gjëra zbuluan vetëm ku kupton të veten, a kupton? Që kështu kjo është ajo që po thotë që shpirtat jemi soj, ku jemi atje, edhe ku vim këtu me kemi lloj të ndryshme. Po pra se kanë lloj të ndryshme eksperjencash. Mendimesh, kuptimesh, ku luajnë lojën këtu. Kjo është ajo. Ndryshimi. Po si shpirt po.
Ky është ky çuni. Të kam dhënë një këshillë në video, por s'ma pas ke lexuar ose s'pa kësh marrë parasysh fare vlla. Kujdes se je edhe familjar. Unë shkova tash vetë video e pash e kisha heq, se di çka ke shkuj, se më mend, se ishte negative, unë i heq në këto negative, vjen e rrallë, gjanat kota, ta them troç. Ti e pas ke emrin Marcus Aurelius. Ke shkujt aty ke YouTube-i. Mos di çfarë them të vlla. Kujdes edhe ti e ke për të mirë, kujdes se i edhe familjar. Po çfarë të kem kujdesun në shtëpi? Po çfarë të kem kujdesun? Tregoti mua, çfarë të kem kujdesun? Po ti më kujdesun dori si këto. Si këto tjerë. Kujdes aty. Unë jam kujdes. Çive që shpërmaj vetën unë. Se shkoj ke kujdes? Çfarë kujdesi do mati? I e ke për atë kur po flisja unë për atë ke e dyta. Ke ajo eksperjenca e dytë që isha unë fillim fare para disa vjetësh ku më me të fillim atë paralizimin e gjumit. Ma ke bërë komenti ka ajo. Po çfarë them unë ato gjëra duhet ndihet na herë që se unë po edhe baja si fëmijë si të tjerët. Oh, unë do dal sot, unë jam i fortë, unë s'kam frikë. A kupton? Ku më ndrodhi mua ajo, jo se kështu se më friksoj, para ato më banë dhe me vetdije mu, që të friksoshin edhe mu pak, a kupton? Që baje me kjo është ajo gjendja ku si e kapun për shembull, mund shkosh te kjo, a kupton? Nuk është ato kurs ne mund vdesin. Po kështu unë respektova atë, e mua seriozisht në atë kohë, se baja si fëmijë unë, me kujdes, kisha frikë, baja kështu, baja kështu. Pa na lashon, si isha me kujdes. Pa na me jam apolli mu, gjërat e këqija. Kujdes tu, do vdesësh tu, do të ndodhi kjo, ke familje këtu, ke familje aty. Tregoj unë historitë e jetë tjerë që kanë pasur me familje. Edhe për tjerët që di unë që kanë pas familje këto gjanat. Këto gjana banë tu, mirë janë të arsyeshme për momenti, po nuk ndodh asnjë gjë, po çfarë do kem kujdes, unë s'u kuptoj valla. Kujdes, hiqin të ujit tërë. Mos më shkruani këtu, se janë gjana të kota. Humni kohën kot, energjinë kot. A do ndi po gjim ty veç ta kuptojnë gjithë tani që mos më merrem të gjanat e kota, shkojnë me vetë kujdes. E di që ke për të mirë, faleminderit, po lëni gjëra negative, shkoni gjë të bukura, shi vetë të jetë më kënaqin zemra. Përshëndetje, janë të kënaqshme, ndajmë energjinë e mirë njëri tjetrit, ti më thumë kujdes. E zeza, nuk shkoput të shpirti që po thua ti kështu. A kupton? Jo keni për të mirë, po ç'a ti them unë juve vëlla? A kupton? Se edhe familjar, po ç'a familjar? Familja ime ku është familja ku jam unë? Ç'a ka të bëj mua? Jemi i lojnë, vdiqe vëlla, dhe i ke shtëpi. A kupton? Qa është kujdes? Do të kuptove te me do shkrush kështu. Unë i kam bërë kështu disa video. Shifja të video tjerë, lutëm. Ti pas ke shkuar për para, ti pas kuptoke. Ti pas ka te Marcus Aurelius. Unë s'po ta them kështu për ti njeruese për të kështu e kemi në fjalë të këqija, ne s'kam fjalë tjetër, po se kam për çajt ose për dënu ose për të përul. Ja. Ky Marcus Aurelius, a kupton, ti ke këtë besimin tatë valla. Ky çka s'ka bë, unë po futem me çka ka bë ky, po ky na ka dalë bukur me këtë shohësh ti historinë ti të nalt çka ka bë ky. Dhe kisha heqë emrin direkt ti. Zi për ullësht ti Marcus Aurelius ose me këto emrat. Po nese. Mund të jetë emri jot i vërtet. Unë se di, po kaq e valla. Lëni këto gjanat. Ne jemi këtu për të kënaqur njëri tjetrin, ta gëzojmë, ta kemi ditën fantastike. S'ka punë fare për frikë për komentat që më ke shkruajti përpara. Do jetë duke qenë negativ, pra na e kam meq. S'duan vëlla, du energji të mirë tonë, ke kanali im. E di që ke për të mirë, po ti shi punën tate vëlla. E di që ke për të mirë, po ka frikë shumë ato pyetje, ta kupton? Kështu. Përshëndetje. I tjetër, o vlla, të lutem, besoje edhe unë kam pasur disa eksperienca dhe njësoj siç të ka ndodhur ty. Ka i tjetër që më pa dokumentin. Ja, shive po flet këtu me për njëjtën gjë. Çfarë të ketë kujdesun? Me ka ndodhur edhe mua, po, por ti deri në këtë pikë të lartë që ke arritur të kam zili vlla. Të lutem, faleminderit të shpirt. S'ka, edhe ti edhe unë kemi gjithë të gjërat, edhe ti mund të thush se në kështu i barazojmë, ky që ka më i zhvilluar se mu, Jezusi është më i zhvilluar se mu, Buda është më i zhvilluar se ky tjetri, ai Kemali me Lotusin është më i zhvilluar se tjetri, s'ka të bëj fare që me zhvilluar. Ti aty ku je se aty duan ato që je ti.
ato të presin për 2 vjeç, nuk barazohet as i gjatë s'ka sot i gjatë ke kohë sa dush, to gjëra kohë zbulon ti vetën ani. Nuk ka mani kush është më nalë se tjetri, jemi gjithë soi ani, a kupton? Po me arritjen e atë kohë duhet i rish mrapa, çish po bani me, ti po thu, po beson se ti ke pasur disa eksperienca, a kupton? Disa. Edhe i sot që më ka ndodhur mua po thuj. Shefti, ti ke ngjuar ato vitet e mia, ti kupto ke vëlla, edhe i barazon ashtu, po s'ka të baj fare kush është më nalë, jemi gjithë soi. A kupton? Nuk ka, këtu janë gjana ban këtu, këto ti nuk për ulesh mua se ti më shumë se ty. Ne i barazojmë gjitha gjanat. Haj, që ka kjo që s'ka mund? Haj, është kjo me mentë se mu? Haj, është kjo me mirë se mu? Haj, është kjo me i zotë se mu? E ato libe që keni lezu ju gjithë jetën, o shpirt. Jeti je zoti, e. S'po them ty për them tjeve, kështu. Po, bukur fort, mbajt qefi që ke ma shumë eksperiencë, edhe vazhdo ashtu se ma shumë do marrësh, rri mrapa. Pyetje tjetër. A mundesh të më komunikosh me kafshët apo me bimet nëse e ke pasur ndonjë eksperiencë të tillë na trego, të lutem, respekt. Me kafshët. S'ka pasur direkt komunikim kështu me komuniku, po ato vinë shpesh ku jam unë aty mrena. Ku e di unë e kanë qef atë avullin tim, dritën time, më vinë shpesh, tallën mu. Ku i shoh kështu ato mikin. Po kur rrim qet, për shembull, janë 2 kështu ato që mbinë nga uji, janë si tip kështu ato, se di që kanë emrin shqip, janë, po thoj, kaq mëdhaja, hajnë peshë kështu ato, janë mustashe, janë si tip kështu ato, shpejt aty ke ajo, se di që kanë emrin, janë si të selat këto, po janë ndryshe. Po nese, janë aty ato rinë edhe ke pylli, futën dhe ke uji aty, kur bajmë vitin e ato lujë aty mera, plop tallen. Kur na loj videon ato zhduken, sikur e diun që do bëhet, është gjak kështu. Edhe ato më kanë ndihmuar shpesh ku kam qenë ndaj për shembull, isha i pengum zi nga tikja. Edhe kisha i kaq fare, edhe në njëta mënyrë që të kaloja, do kaloja i lum vogël, a kupton? Edhe doja ndim zia ku isha vet, ndoli kjo me që të tregonte rrugën që dilja sa më shpejt. Hetsa e kuptova, a kupton? Ara dy pap. Tash po ti çdo këtu, a kupton? Ishte nga që ishte ndarkët nga nata, kupton? Tash po kem nga dalë, ishte njëta gjë që e kam pasur këtu, po kishte një shtet tjetër. Ku ndoli mu ke shteti tjetër. S'ma e përmendem, po ishte një shtet tjetër. Isha fut keq fare, isha bllokuar në pyllën e, ishte natën, edhe kjo e me ndoli mu. Ishte lluc aty. Tash po kem nga doli un po rri këtu me popisa prandin nga tiki, nga stiki. Ku se kemë blop. Shik, ishte kështu i farlumi aty maton, po ishte larg shumë, kjo kishte ku di nga doli këtu kjo. Plop, merr tu afër, plap gjitha zhurmë, tash, ha, ç'është? Po kjo çdo këtu tash më ishte lluc. Edhe ishte mjeshën lluc, rëshiste, heste. Janë shumë mirë to si peshk. Edhe ma tregoi rrugën aty ke ai lumi, tha, futu këtu, tha, dil nga krau tjetër. E po mirë. E mua qeni në dorë, u futu ke lumi aty. Kalum kraun tjetër dhe erdhëm rrugë të rregullt, ta kupton? Doli edhe këtu, edhe atje, edhe ke lumi më në rind aty. Ja, këtu mund të futesh. E kupton? Rind aty. Banta të zhurmë, komunikonte me mua. Edhe unë e gjeta rrugën për shembull, a kupton? Ka pas këto gjëra ashtu, edhe ca tjera, po jo në fakt komunikimi akoma, ja. E kështu që të komunikoj mirë, me qenin tim po. E një direkt e baj, pa ja kam net me atë, a kupton? Po akoma jo, po unë e di që mund t'i shëroj kafshët e kështu. Po është diçka që do bëhet në kohën e ardhmes, s'kam dëshu jeta kohë këtë gjëra, a kupton? Ne kemi për të marrë të fuqieta tona kështu 100% tani. Po kemi fuqi në njëri ka ndryshe ke tjetri, punë ditë, po pas janë zbuluar akoma, edhe secili unë si sulmoj marta se di unë që këto vim ku duhet për shembull. Tjetri kafsh aty për të komunikuar mund të komunikoj për momentin, patjetër, kupton? Po unë sa kam provuar ndonjëherë kështu. Po kjo është diçka e potencë që po pata qef ta baj unë të ardhmen, mund të shkoj për shembull ndihmoj kafsh, ti shëroj, ti bëj, a kupton? Në të ardhmen. Edhe kam dëshirë ta bajte për shembull, ku të bëhem pak më me mosh për shembull, a kupton? Për momentin unë po zbuloj më shumë, t'ja marr dorën këtyre gjëra që po bëj unë, ndihmoj sa më shumë nga ju që ta kuptoni edhe ju kush jeni, që edhe ju kismet të ardhmen, pa të dëshirë, mund të ndihmoni të tjerët me eksperiencat e tuaja, sa ajo është ajo, pa të dëshirë ju. Ajo është gjë ma kampione në botë. Që me zbulu veten edhe me paso eksperiencë që keni ju edhe me ndihmu të tjerët. Për shembull mund ta tregoj edhe tjetër, për shembull me këto pemë si puna kësaj. Ishte
edhe këto për shembull, po të komunikosh edhe këto mund të afrohen, a kupton? Ti rish larg për shembull, komunikosh ku i kapën për shembull, vin ajo, va, edhe ikën prap. Wow, çu ba për shembull. Po jo të komunikoj direkte, po kështu me energjia po, për momentin. Për shembull, edhe me këto insektet për shembull, këto po thuj bletat, është një insekt, jo si bleta, po është më vogël se bleta. Është pak më vogël, po duket si bleta. Unë i kam po që unë këto mu më rrinë shumë shpesh, sidomos në fillim kur do dile natyrën, se doja, se kishte lloj mizash, lloj bilingonash, lloj insektesh, lloj ajo tan, bajkshu, au, unë s'sha mësua, ajo tan. Se kështu i me në atë kohë kisha këto që po më ndihmoshin, ajo tan që kur rija unë aty për shembull. Kjo kushte disa 2 vjeta. Sta me dorë natyrë, se si isha kështu, s'ri unë, se kam dalë e kështu, në natyrë keq fare, kupton? Që rri aty në përvene që ka shumë kështu. Po kjo më runte mu, edhe këto dragënit, që themi në këto insektet që janë kështu, që thotë dragonfly, anglisht, që fluturojnë që janë dragën këto. Edhe këto ndihmojnë shumë, po sidomos të voglat, këto më bi për herë, unë i kam kështu këtu, i kam këtu. Po që më përvjen e insektet, këto e sulmojnë direkt, pap. Unë rri kështu i me për shof që banë e jere, këpëton, për shumë ku shkoj nga tu, shkoj i vend tjetër, këpëton, edhe ka i vend tjetër, po ashu, po t'i kim ne pyll tjetër, ose me vend tjetër atje, unë, si ku kjo i me, komunikon me këte, me janë ato 2-1, sidomos një që më ndihmon gjithmonë. Ka insekta mbeja që vinë kjo, i kap gjitha, i sulmon gjitha, i largon gjitha, që kështu i me më pengon gjamo. A këpëton, normalisht, përpara, i me se ka makshon, i me unë solo, a këpëton, i me e jus, sa gjana më kanë quk ka ba më mësosh, e merë dorën një kështu në jerë, po më kanë ndihmu shumë në atë kohë ku isha pak kështu. Që qyta baj me këto unë ditë për dita, këpëton, që kështu ndihmonte. Pas ishte në ja keqja, po isha unë fiksu këtë runi, a këpëton. Që këto janë, ka dhe historia tje, po këto janë ata që mund të përmeni me për shembull. Ka dhe eksperiencë është buka, shati që është përru të university me gjitha gjanat, po këtu nuk janë gjëra që ti bisedon me njerëz, kupton, këto duhen majt për vetë ose të flasësh me njerëz që i kuptojnë këto gjëra, që është ban ti pyetje me për shembull. Ose një ju që ndiqni këtë kanal. Po thotë tjetër, po thoshte për mendje ku thashun ka ajo eksperiencat e mia jashtë trupit, me atë parizimin e gjumit. Po thoshte ky, pra, shive çka do të thotë mendja, duhet ta injorojmë të ecim para. Faleminderit, respekt. Ta injorojmë të ecim përpara. Po, unë ajerë flas keq, që kam thënë, unë tash e injorova menjën, se ajo fjala më vjen kokën ajerë, kupton, gjën e fjalë më të mirë. Se menja është e jotja me, kupton, po i me është pak keq, unë e kam thënë, po du ta injorojmë atëne, nuk do ta mësojmë mirë atëne, se ajo është injoruar me kopa se di vetë. Du ta marrim mirë që ta bëjmë mirë trupit ton, zemrës ton, ta bëjmë mirë ne, kjo është një program, kjo duhet të mësojmë të mirë me, kupton. Kjo është ajo koha që dem që ta zbulosh kush është e jotja, kush është e jotja, kupton. I zbulon ato, i heq edhe vjen më mirë, edhe zemra të bëhet më mirë, sa menja ka bllokuar zemrën, e ka bllokuar trupin, e ka bllokuar komplet edhe gjitha gjanat, edhe shpirtin e ka mbyllur edhe me mburg këto. Mena për mena. Se diku ka lënë shelsin vet. Menja, 95% program. Ti mendon se kemi na infrashëri ti? Po, e ka muhabetin, na kupton? Mos e shaj menje, merre me të mirë. A kupton, sa kesh mundësi, se ashu fiton zemra, ashu ngrihet shpirti, a kupton, ashu zbulohen gjitha gjanat tani. Sa mash me keqe kjo përgjigjet me të keqe, a kupton, ta shash ti prapë krijon gjatë keqe me pa ditë, duke injoru menjen, i thuaj injoru është dhe fjalë se mund të negative. Nuk është mirë me injoru menjen ose tjetrin ose veten, a kupton, janë gjëra kështu, po na thash gabim atë. Unë është për të mirë. Ta marrësh menjen të mirë, ta dashurosh, ti thush menjen, e di që je kështu në herë. Je e vetmja, je një qenie e vetme, unë të respektoj, ti ke pas të imoni shumë kohë, po të lutem, mund të shovësh vetëm për shumë, po të shifve që po më të regon. E thu me të mirë, këpëton, edhe me dhe huqin e mirë me, edhe hapën dyrt, edhe bashkë që kështë jemi në original. Kështu mund të ti flasësh me jenë. Po, na jere e meriton dhe ashtu që të thuti, po, me kohën për shembull, po patë mundësi shifën në atë mënyrë, se ajo është mënyrë më e mirë me çu dashuri me një. Sa ajo është lodhë shkretë, e kanë mashtruar të dallaverxhit, me lodhë gjanash. E kemi filani, do ikish ke shkolla, do ikish do bash sukses, do bash kostumin, do lesh të orë të energjinë tatë gjithë jetën, do bash systemin ne po zbanë kështu ani.
do të bëjmë ne do të kontrollojmë të gjëra që tani s'mund dalësh dot mati nga ky sistemi, me të luftosh me mene ke përgëmuar që unë do luftoj me se po dole me që është të paguaj faturat e këto gjëra. Këto i ka bërë komplet menja. Kur kupton kush është shpirti tani, aha, problemi jetë bajti, po edhe ti ai që e kontrolli me, kupton? Është i mesë që do futesh me bicikletë për herë të parë, është menja. Ai çon kratë djati do kratë majt. Ja. Se ashtu mësua, kupton? Për me të marrësh dorën ti. Okay, i gut majt që këtu u rrozova. Ne po mirë, ta marr prapë më. Ne vuz djatas. Hezën djatas pak djatas prapë që jin majt. Se po mirë. Krak. Duke meditu këtë shiru, nga vjen kjo menja, i çon dashuri, pap, sikur e ke montuar atë dhe punon bicikleta mirë me. Ecën drejt aty, pa ecën djathta, pas fut mrapshim, se e ke kuptuar ti, kupton me kohën. Nëse ecën pa futën e mrapsh tjetër, se të në gjatë tjetër, në një farë aspekti që keti nga, kemi shumë aspekta ne, kemi shumë, po kështu i çliron të, aha, kjo është e keqe, shefe, që rrozovim, e pejmë, se po ikën në shpirtin, po prapë me një shkontroll, s'është programuar. Po me kohën e merr dorën i zbullon. Aha, u rrozova këtu, u rrozova aty, këtë se duk, se i kupton, ti duk te, du të eci drejt, du të eci mirë. Du të eci bicikleta vet tani. Po kjo është ajo gjë që ta mund do kohë. Sa më shumë zbulon këtu, sa më shumë eksperiencë të vinë në njëjtën kohë, është i rrugë të punë. Që kështu menja duhet marrë me mirë se e zhvillon më mirë. A unë e shaja, sa shumë i mësuan, ne e gjykojmë direkt, që të bëjnë, hey, po ikë se duk te. Ai është i mirë, kështu ky tjetër ky s'është i mirë. Ja. Thuaj, ai është i mirë, po mos e thuaj të dytën. Ky tjetër ky nuk është i keq, nuk është i mirë. Kjo është ajo keqja ti me prodhoni diçka tjetër me, një kështu gjykon. Kjo është nuk mund të kesh si dashuri të pafundshme ku gjykon kështu. Po ne bëjmë paditje se jemi fiksuar shumë, a kupton? Shumica flasin kështu. Kto janë ato që i zbulon duke hec. Aha. Kjo është shumë kjo vajza mirë, kurse kjo tjetra, ja ti se thua këtë. Kjo është kjo vajza mirë, a kupton? Edhe kupton kjo tjetra që s'di, aq di sa di edhe i çon dashuri, po s'pa dashuri blen. Fokusohet ke mia, po mos sa përmend. Edhe unë kam këto gabimet në jetë, unë do të gjykoj, po prapë edhe unë po mësoj, a kupton? Që ta hapësh zemrën sa më shumë, ta mësosh menjën sa më mirë. Edhe ashtu do vjen i kohë për shembull i vit, 2 vjet, 3 vjet tani po thuj keq 95% që ke pas ka menjë, 90%, a kupton? E 5% tani aq varet, a kupton? Ke 2-3 vjet pastrohet ke komplet, po thuj, pak a shumë. Edhe ka shpirtin dorë, nuk biti ma, kur ti ka djathtë kjo ose ka të majt për të rrozu, ti pap e kap direkt tani. E nxjerrën me goma të bicikletën kështu nalt, ul prapa ne, a kupton? Okej, papa. Ja, ku do ikësh ti, ha? Ani me kohën, ani ikën vetë bicikletan. Sikën më kështu ajo, e ke drejtuar timonin ti atë gomën, që bën me kushtromoda, krak. A kupton? Sa herë, prap edhe nuk ban më ani me kohën. Se shprogramu kesh, me do të riprogramu kjo. Do ta marrësh me të mirë, se do të ndihmoj shumë në jetë, kjo është një shumë mjet i mirë, a kupton? Po ta marrësh mirë, ta ndihmosh mirë. Po duke marrë eksperiencë me përmena, kjo është ajo e mia mënyrë që unë e di për shembull, që zbulon veten. Ose rri me veten tatë qetë për shembull, ku më së dalin të mëdha dhe i parashikon kush është e jotja. Ai që është e jotja se zbulohet apo pyet, nga vjen kjo mendja. Ose po që e keqe s'ke nevojë ta pyetësh, vetëm çoj dashuri, se e diti nga vjen, nga gjë e keqe, e kupton? Që s'ka bëj fare me ty, se këto menja kanë, këto menja që vjen për shembull, këto janë këtë kap me emocionet e tuaja. Me ndjenjat e tuaja, kjo menja shkap me të gjitha, kur i ka bllokuar të gjitha. Prandaj kur ta shpik ti diçka, vjen emocioni keq. Del nga gjendja mirë, se del një eksperiencë e keqe nga menja. Ta fut tjetër, e kupton? Ti del nga gjendja, s'u bën mirë ky meditimi, po normal, se të erdhi diçka, kupton? Ti ishe prezant ti thush me, nga vjen kjo? Ti çon dashuri prap, sikur timonit, çfarë ti prap e marr dorën prap. E kuptova ani, që kështu prap provoje, rri mrapa. A kupton? Edhe ja merr dorën, i mëson, e programon, lexon dhe gjëra të mira, nuk e mëson kështu, nuk gjykon, nuk ban, se nuk mund të kesh dashuri të pafundshme me na përmrena gjithkohon, po patëm të menja me gjyku tjetrit. I shajmë, i bajmë, kupton, nuk është vështirë. Kur në servisin vetëm shajmë, mbajmë për ditë, gjykojmë pa ditë këto gjërat. Prandaj duhet të ta respektosh menjën se është një identitet i vet, a kupton që një vetë i thuj kështu, fol tamam. Se kjo është vetëm një farë mjet për ty që të ecësh këtë rrugë. Kjo menja, që shprasun me të juaj me. Kjo është ndihmon për të gjërat, a kupton? Është një mjet i mirë ta dish ta marrësh me të mirë. Që të shpërblet të mirë, Allah, se është ligji i lojës. Ti je Zoti, e kupton? Çka komandolli do të baj? Kjo s'do di. Ti e thot pronaj, thot baj çu do shti. Po më ju po bani mirë me, pas po dal mirë për momentin. Po ke kështu disa vitre që ke ndjenja më në këtë sferë të dalin këto. Prandaj ta mundoja 2-3 vjet me për la menjën. A kupton? Keq fare, atëherë duke marrë 2 vjet do marrësh eksperiencë shumë ti po
do zhvillohesh ani, ja kupton? Ani fillojnë të gjëra të mirë. Po do pa kohë ajo, ne jemi pa durum se jemi mësuar me picën, vjen për 10 minuta ose ke temu, vjen ke dera ajo. Nesër. Nuk është kështu. Të janë mashtrime, të kështu duhet që të mësojnë ti të mendosh ti për të gjërat. Po të kuban ani kjo është si tip natyral, i futat e farën poshtë. Edhe bëhet pema këtu mrapa. Po më kjo ban nesër pas nesër, a kupton? Po ku ban me kjo s'ka njëri mbota ta kapi ta fusi poshtë, është a kupton? Qëndron vëlla. Srëzohet më ai me, a kupton? E ka muhabetin, kështu është me të gjërat. Di ke kohën, po them ti ne mund të jetojmë 700, 800, 900. Po sikur ti tosh 120. A është smundje thonë ato. Po sikur ti tosh 120, prap, i ke 60, 70, a kupton? Bëj pak a shumë të gjëra që petem unë. Edhe shi vet kur e qetson ti këtë menjë, se ke menjë vdes para kohë, nga stresi, nga smundjet, nga gjitha që ngjojmë besojmë ne. Kur sot i mirë të hapet ajo, kur del shpirti para, ani jeton s'ke nevojë as para xhirimas, po gjana madhi. Ani mund të tosh prap 800-900 vjet pa ta kesh shpirtin ti përpara. Se është normale të jetojmë në 1000 vjet, është ajo dizajner të trupit. Nuk është ky trupi për këto gjëra. Që kështu ke kohë për çdo lloj gjëje. Edhe sikur se beson, po beso fjalët e mia valla. Çfarë ta mund të? Edhe merr me jemë të mirë, a kupton? Kështu e programon, që kështu mos u nxitoni. Rini mirë, kënaqeni veten, shijoni, hani, pini, kënaqeni, bani çfarë doni valla, ku diun, çka keni qejf ju, kupton? Vallzoni, kënoni, meditoni. Po s'pat në jetë mirë për të qark mbylli sytë valla. Rri aty në gjënë gjatë bukur. Kënaqe vetë, kënaqe zemrën, pastrojnë mëna për mëna. Atë do zemra. Edhe del shpirti vetë tani nga burgu, hapet dera vetë, s'ke nevojë për çelës. Edhe bat me një shoku jot. I pyetje tjetër thot, na i trego këtë video angelike që ju keni dëgjuar. Po thot ka ato eksperiencat që po ke eksperiencë të tretë që kisha unë që dola kollaj. Ose di as vetë, kjo ka vite, e sa kanë kërku këta unë, edhe ato tjerët i kanë kërku unë, ato ke ato të dytat. Ato i kanë kërku, dim po një hoqja fillim këto dytat, edhe ti që të tretën po unë qas po përdoja, unë po ike këtu, po ike aty. Gjia është gjanat mija që më pëlqeshin mua, këpëton, qas meresha. Që kështu me, ku di unë se kam gjetë me vita ta unë, e kam kërku, dalin gjanat tjera, që kështu, po s'ka të baje gjina i angelike tjetër, muzika, ka aty të gjesh në gjatë mi që rezonon. Për shembull, po se çipati vetë po se pati gjendjen mirë mëna për mëna, për shembull ti e ke mirë gjendjen sot, kjo muzika të pëlqen, po ti me çon nëse mirë sprovoj ta ngjosh njëtë muzikë, dashijosh, pashu ja, se në frekuencë tjetër. Ka të bëj shumë frekuenca, ku jeti mirë gjithë gjana janë të mira, kupton? Punojnë për momentin, që ka të bëj shumë gjendje mirë. Prandaj na herë ngjon të njëjtë muzikë nuk e ngjon mirë, nuk e ngjon ashtu siç ngjove herën e parë. A kupton, është ndryshe, ka të bëj me frekuencë, se jemi në frekuencë tjetër ti me një signal tjetër ke radio. Nuk jema aty ku ishe. Që shumë me të ngrije frekuencën, të shijojnë gjëra tani, a kupton? Si unë për shembull, muzikë, programoj, fiksoj vetën, dika ti ke trupi, unë flas me ju, muzika ban qanë e vetë, a kupton? Unë përdoj çdo gjë, çdo mjeti këtu. Pa dhe shijoj edhe vetën, a kupton? Kënaqe. Kënaqe vetën. Po kënaqe ti vetën, atëherë është ajo, shpirti, atë shtot shpirti. Edhe ti jetë për patë mundësi për që ndë i farë nivellit mirë, këpëton mos se përzi vetën që ta hoqësht e energjinë e mirë, këpëton maja sa të kesh mundësi. Po edhe ku daj do të qia ti me është edhe jo, për shemë, që do veprojnë këtu ime, që do le menjën, dhe i du shkatarojnë, dhe në zemë, dhe shajën, këtë nanën, babën, vlajnë, ose këte që e kaminat. Ajo është ajo, i me që për mësër viti mu ime, që të kryojmë në tardën, ti padash ime, i shanë i banë, ose ja, si dukta. Këpëton që së është mirë, tu ik. A kupton? Po patë mos i shaj, mos i baj. Po i shajt, po mos i shaj rallën tjetër. I shajt rallën tjetër, mos i shaj rallën tjetër, a kupton? Sa të marrësh dorën. Faleminderit pafund për përgjigjet. Na folë pak për tatuazat. Çfarë energjie kanë? Për gjërat e çfarë energji kanë? Tatu, s'ka ndaj fare energji të mia ata, janë kështu. Po nes, s'ka ndaj gjatë keqe, po desh marrë trupi, pas unë sfusa si gjam botë, ke gjaku im, ke qilizët e mi, asë gjam botë, që të përzimu me lëgjaje, nuk, sidomos që është situata, ti shon ke këto fushat atje baj që dush ti, a këtan, zba, për këtu, ka të baj shumë, për naj, zdung të qoshti nga gjumi, zdung të informacionin, dali, që të shpenzohet, se janë këto për momentin prap aty, ke këto mënyrat, ke këto, është do lëgjaje, që kështu
Po e patë, nuk është në gjatë keqe, kupton? Po kështu keqe fare, nuk është edhe mirë, se a kupton, më di unë gjana, po zot e di unë si futem, si më mirë, po s'ka në gjatë mirë duke ta tatuar që futu ke gjaku. Nuk ban mirë për qelizat, ka pengon dhe i fare syve. Po s'ka të baj, po besove ti që jeti Zoti, nuk ka baj fare këto gjana tatuat e këto qumshat e këto gjanat e kota, po ti që jeti Zoti, a kupton? Gjithë gjana shpërlahen. Marrësh vaksinën ti, ta besosh që shta ke pyetja e parë, që ulet universi ty, komplet ikën. Është ajo para, po besove ti atë që jeti Zoti, ti ikin komplet, Covidet, kanceret, komplet. Se këto e krijojnë tu kilojene. Ke ky njeriu i menojnë ne, po jeti Zoti ti ke kriju këto para kohë, para se martu. Këto kanë qenë këtu që i marrim ne. Janë lodra, ato mashtruese që i besojmë ne dhe smunin vetëm. Oh, vdesim ani, wow, çfarë banon vetes, a kupton? Çfarë hanga unë ashtu thuj. Ashtu që si gjë tjerë. Për momenti, prandaj a kupton? Që kështu me bajt s'ke mundësi, po s'do të thonë që tatuzha është në gjë e keqe, a kupton? Kështu keqe fare. Po menove ti që jeti Zoti, s'ka të baj fare. Nuk ka të baj fare në botë. Po mos i futë gjallë, mos paj si bajnë tjerë, si këto është i fare agende për gjitha gjërat, nuk e ka është shejtani në dorë, ka botën shejtani në dorë, prandaj janë mbar luftat, prandaj është sistemi që është Shqipëri, që është vende të tjera, nuk është normal që Shqipëri marrë njëri kaq rrogë ose Norvegjit marrë kaq rrogë ose tjetër vend marrë kaq, nuk është në origjinale, që janë shumë sistemi smunën. A kupton? Nuk do gjetet në botë. Për çdo lloj gjaje. Që s'ka të baj fare as për këtë, për po e ke parasysh me çka ke të bash, a kupton? Ma e la, kështu që shu kryove, a kupton? Që do ti? Po pate që e baje, që temu? Po përnove ti që s'ban gja. Po ka energji të mirë, ja. Për gjërat e detit, për mishin e peshkut, është ushqimi mirë, po jo këto peshkat që shesin të supermarketat. Këto të marrin qafë, këto shumica këtyrve, këto i marrin për rezervare, i fusin kështu lloj antibiotikash, lloj botoksash, lloj gjanash mojnë aty. Ke këto nalë që i thonë këtyre peshkve, po ja më një tjetër kanë lek këto, a kupton? Kjo është mirë, bajmë kështu peshkut edhe e fusin ke market aty në. Pa ç'ka s'ka aty mëna. Po të kapësh pesh veti aty në det. Tu në Europë është vështirë, do të dalësh vetë kapësh, do të kapësh në një far lokali këtu që është që i bën këto mirë. Që i marr peshkun direkt e bën vet. Jo ti kapë këto rezervuare ta fusin ke supermarket aty. Aty vjen si besojmë botë. Po ha peshk edhe mirë është. Po na jo hallë mish të kuq, po patë mundësi. Po peshku po, shumë mirë. Dhe po të pyetje tjetër që po komente nga ajo video që balla unë që ç'të merresh unë pyll që di atje. Po unë kam net pyll unë sopko, ja ka marr dorën, po preferoj pak, a kupton, pak komfort ku fle, po kisha unë një kohë që po flija dhe unë kështu me çadër e kështu që të mësohesh atë basha. Ka kohë, a kupton, të ardhmen, prap. Po pata qef kështu të futem në ja kështu. Kam qef shoj kështu na për vene ku është kështu qetësi këto që janë njerëzit i sorit menje, a kupton, kur reatohesh, meditohesh ose kur rri me vene kur nuk flet për 2-3 ditë fare, është ajo shumë praktike mirë, vjen ato sansat e mira. Intuitat bëhet shumë e fortë kur nuk flet shumë për shembull, kur rin qetë, a kupton? Ka lloj mënyrash. Po kafsh, unë kam punë mirë me kafsh, nuk më hajnë, a kupton? Po kur është energjia ime lart, po kështu janë fiksu ke menja, a kupton? Që shtojnë të vjen kjo të bën ajo, menja të lot. Është ajo ban programin e vet, aq di aq ban. Që kështu është ai që po thotë ti, nëse besojmë të se jemi ke kap ke menja. Do vi arusha. Do vi gjarpi, do vi ujku, a kupton? Se semi trem. Kafshët e ndjejmë një herë energjinë e lartë, po, është shumë e drejtë ajo. Rreth teje do ishin të gjitha kafshët në një njëjtësi të admirueshme, ja. Po pra, këto kështu më vinë më përqark në herë, kupton? Po, s'është energjia mirë vëlla. Unë vjen shumë njerëz shpesh që më ulen. Në herë unë iki, kupton, ose shkojnë ke deti, vjen për shembull dje. Isha aty tek pulli, vite njani ishte aty, ishte një holandez aty, pa mu isha ullë aty unë, më shifte, unë nuk theva, tash që do këtë ashtë më mirë, po jam suj me për nese. Vjen këtu të eta le Chelsea në këtu ke veni jotë, thot, se kishte ca tjerë aty anek ne ata, se
ka frikë mos ma marrë njëri Chelsea, na kupton se ke edhe ti këtu për shembull qenin tat që të marroj. Po më thashun. Edhe donte muhabet kështu, edhe afrohen njerëzit në herë, kupton? Njerëzit kanë qenë vllap. Pa i ke lalmerat mi. Kupton, komunikoj me shpirtin. Flas me këtë, po fol pak thot. E po mirë tash. A kupton? Se kështu do të komunikojmë na, i shoh çfarë energji e ka, kupton? Ka ndaj përfitim ky nga mu për shembull, ose është ndaj përfitim për së bashku, ose mund ta ndihmojmë këtë me diçka, po unë e marr direkt atë ke energjia, ke intuita që është përfitur përpara, edhe mrena për mrena, a kupton? Ka mua ato shenjat e mia që komunikoj për shembull, secili ka të vetat. Po thoshte mua ja, të largohet, po mirë, do gjej mundsi, non ti ke dal ka dalë të ja. Mirë pafsh. Për shembull, po aty ishte moment, që kështu si s'na gjak keq, a kupton që kështu ku janë gjendje të mirë gjithë gjanat, a kupton çfarë po them, ku marr dritën e mia, marr frekuencën e mia, ne jemi zot gjithë, jo vetëm unë, ju jeni. Ku shoh në ato shpirtet, ato pyetje tuaja, ato zemra që më thonë ato gjëra, ato kënaq zemra, ajo është ajo, a kupton? Prandaj kam qefti baj këtë punë që t'ju gëzoj ju në atë moment që ju gëzojnë ju, se ajo është ajo, ajo është bizi i shpirtit, a kupton? Ajo është ajo që jemi ne më për mrena, a kupton? Që s'kemi zbuluar 100% akoma. Po e nim. Edhe e shpreh njërin tjetrin, ajo është energjia magjike. A kupton? Ashtu do ta ushqejmë njërin tjetrin, jo me energjia satanike, kështu e frike, kujdes se këto gjërat e kota, a kupton? Energjia mirë, ajo ka të bëjë shumë. Të vinë gjitha gjërat tani, e kupton? Se jemi ne Zoti, ajo i kap ajo, ne kemi kështu ashtu që kuptoj unë, ajo avulli jon, ajo sfera jonë që mban të madhe, ku je kështu në gjendje të mirë, a mund të kapi një kështu malet, kupton? Aty ku jeti ka vini jote, këtë gjetë malet, ajo energjia jote i afekton gjithë ato kafshët, pemët, është tip avulli, si sfera jote, është drita jote. I kap gjitha, kupton? Ka të bëjë shumë përshtypje. Kjo është gjë tjetër, temë tjetër kjo. Po nesër, që i ndihmon dhe gjitha gjërat që çka ka të bëjë, kush jemi ne, pas se imagjinojmë dot të gjërat. Sa lot ke shpirti këtu. Të ndjek vazhdimisht. Të ndjek vazhdimisht. I ndjej që janë të vërteta ato që thua, kam shumë dëshire të hyj në meditim të thellë, por nuk ja kam arritur dot. Sa po filloj të meditoj, me shfaqet një drite në formë dielli, ose edhe në forma të tjera. Në këtë kohë mundohem të përqendrohem tek kjo drite, por nuk arrit dot të përqendrohem. Po, kjo ka ndodhur më shumë herë, shumë herë. Me pas nuk mundem të meditoj. A mundesh të ma thuash ndonjë teknike që të përqendrohem tek kjo drite dhe të mos më largohet? Jam tip që më pëlqen shumë natyra. Dal çdo ditë në mëngjes dhe shijoj lindjen e diellit. Është një kënaqësi e mrekullueshme ky moment. Bravo, pat shefi. Ashtu do ta kënaqësh zemrën. Prandaj dalet drita aty. Sa ashtu e ke shpirtin, ashtu e ke zemrën. Nëse, sa për filloj të meditoj me shfaq një dritë në formë dielli, po, lloj forma, lloj dielli, lloj gjana dalin, po. Ose edhe në forma të tjera, po, kjo është ajo praktika, si i ndjen këto gjana, i shef, a kupton? Me shkojnë 2-3 ditë kur dihet shef gjallë ose shef prap, ose po me kështu është këto e shohin këtu nal çfarë do ti, çfarë duhet ty, çfarë gjendje je ti, këto e duan kështu këto. Kjo është një sa them unë ty, mi fa arsye tjetër, që ta ndjekësh. Që është ndodhi për mua për shembull. Kjo është tip kështu, si tip dashurie, ku kapesh me këto ndjenjat e me botën tjetër pak a shumë, edhe ninja ndjen për shembull. Ky është sikur për shembull e ke për shembull një të dashur, po sigur do të ikësh kaq kohë më, do kapni prapë ti më ban çmos, preparohesh që a kupton që të kapësh prapë me këtë femër që do shumë ose me këtë mashkullin që do martoheni mas kodin 10 vite, 5 vjet, a kupton? Po momentin je shpënda, po ti je shumë prapë e mangë të menja, do njëri tjetrin, a kupton, flasim për ti, unë më përgatitem që të bashkohemi bashkë, kemi jetën sa më mirë, a kupton? Kështu është kjo. A kupton? Si tip metaforik, a kuptosh? Që të kapësh i prapë, të kapësh me vërtetën, a kupton? Nuk kapësh ti me
gjana tjera, nuk krahasohet gjë në botë mani, po kështu është fillimi, e kupton? Po ne do më do kokja. Këto ka që dalin kështu Tarzana, sidomos të çunat. Edhe ky hollandezi. Po se më difon për në gjak kështu thoshte. Po i ke tash se ti ka, unë baj, po i ke të në banti. Ajo të ndodhi ky bante si gangster, e kupton? I shoh njerëzit shmenin ajo, e kupton? Po unë i baja vetë, unë e kuptoj shumë mirë, e kupton? Kam qenë vetë aty. E di edhe për tjerë që janë aty. Prandaj edhe unë thoya njerëz që s'm dalin unë gjana shpejt, pse më ikën këtë drita. Po kështu ato dalin ikin. Ti mos u qetësoj, më rri prap aty. Shive çfarë do të vinë gjatë tjetër. Po s'erdhi. Aq doj për sot. Faleminderit po. A kupton? Vazhdo. Kështu bën të punë tani. Vjen di fare syve ti nuk shkon dot marr si vetëm shkon nalt. Nuk shkon kur më poshti. Kështu këto gjanat kur fillon kur vjen deri në arsye me i farkohej, i baj pjekëm si pema. Ishte far, u bë vogël me nuk ikëm më poshtë, ikëm vetëm nalt. Ku s'na këtu, poshtë më poshtë. Ikëm në nalt, pap, ta fut tjetrin në shjel, ti butesh prap poshtë direkt tek gropa. Ka sosh, ka më vetin, që kështu, po. Mas mund mas pak. Me pas nuk mund të jam po tjetra. Është një koment tjetër këtu. E kuptova që u shkëputa nga materia. Jo moment, por pasi u përmenda, pas kësaj pata edhe përvoja të tjera të bukura që më vinin vete, pa meditim, se nuk dija ç'është meditimi. Këto janë para 6 vitesh. Tani kërkoj këto përvoja dhe më merr malli, por nuk më vjen më si duhet të veproj që ti fitoj prapë. Faleminderit për përgjigjen. Ishte një nga ato përgjigje që kam bërë se më. E kuptova që u shkuptova nga materia. Po. Po, pas kësaj paraja dhe përdoja të tjera të bukura. Po ti që ke shumë e zhvilluar në këtë gjendje, ti je shumë përpara, vazhdo, je shumë mirë, rri mrapa me se ku e lem për shembull, çish po thotë këtu. 6 vjetë për shembull, kupton? Ti ke pas këlan shumë kohë, futi mrapa me prap. A kupton? Zbuluaj se të vin prap kjo me. Pa kosa më vazhdon kohë, i muj, 2 muj, 3 muj. Në fillosh nishtin në gjame, kupton? Vaçish ç'a bantin dita ditës, a kupton? Ka të bëj shumë dita ditës. Stresi, këto gjërat, këto fjalë që i banon përpara. Që shajm, bajm, ç'a ngjojm, ç'a marrim, ç'a projektojm. Pa më sa gjëra duan mbas, jemi që jemi, nuk ndryshojnë gjërat komplet për momentin, po ta kesh për arsye. Ku të kesh mundësi për shembull. Edhe medito, nëqonaj muzikë bukur, këtë di unë dil në xhiro. Janë gjëra bukura të bëjmë për trupin, ku di si një për momenti, po shifit ti mos ja javësh mas sa muaj dhe shohësh si ku ke qenë ku je. Edhe ndryshimi të vogël tjetër është shumë pozitiv. S'ka bëj fare, e kupton? Shijoje veten, kënaqe veten dhe do dalin të gjithë. Nuk vini me, se po më gjon ti muj me ke muj me do të tak fare, po më do të vinë ku të vinë ato. Unë kam thënë pak a shumë sa kohë do, sa kohë kam ba veten. Ti rri mrapa, dhe fitosh prap. Pyetje tjetër. Po doli dikush nga trupi të bëhet dritë dhe i kujtohesh ti, maestro, për të kërkuar ndihmë. A është e mundur që shpirtat të bashkohen? Po, është e mundur. Dhe ta drejtosh ti? Po, edhe unë kesa dush si dhe tu që presin për ty, mos mërziti pa të punë. Të drejti maestro, kur të shkoje? Po, edhe mund për mund të pyetësh, edhe mund të poj pa qesh aty për momentin ose tjerë. Kishu ke ndihmë sa dush aty të, kupton? Ke njerëz, po ti vetëm baje këtë herë. Unë përshef që ti e ke zemër fantastike, ti s'ke për të pasur më nevojë për mua ose për një tjetër kur dalësh, ti ke për të shkuar gjithë këto gjëra të mira, se unë tani energjinë ty. A kupton? Ti s'do kesh nevojë për të gjërat, po për ti për shembull që mund vinë kjo fusha për shembull, se shumica dal këtu ke pjesa parë, këtu vjen për çak ky veni. A kupton, edhe një herë duhet të orientohem vet. Aty mund të komandojnë të shkojnë në venet në fillim, se janë ku janë gjendje, mëjna për mëjna, kupton? Edhe ato ani shkojnë ato dhe manalt, ani me kohë, ku ja marrin dorën. Varet ku e ke zemra mëjna për mëjna çat hapet, ty çat hapet. Se shumica njerëzit nuk janë kap me zemrën, ishin kap me zemrën ato, dhe ishin ndryshe bota. Po nese.
Nuk është kjo për ty më është ndryshe, ti mos ke nevojë. As për mua, as për një ku të shkosh atje. Po. Ty do të hapen dyert direkt. Ty ke shumë njerëz atje që dojnë të presin. Kështu mos mërzit. Si ka mundësi që ke përjetuar këto gjëra dhe nuk u njeh një jetë jashtëtoksore që të vijnë? Cilat janë ata? Mund të di më shumë. Si ka mundësi që kjo pyetje është për këto toksore, starësi dhe këto gjëra të mund. Si ka mundësi që ke përjetuar këto gjëra dhe nuk je njëri që njet jashtëtoksore. Po ka energjia jashtëtoksore, ka lële emrash. Unë se di pse e fiksut të këto gjanat. Po jemi të gjithë në shpirta, starësides, toksore, jo toksore. Çka ka të bëjë këtu vinë luajnë lojën e? I thojmë vetëm jam angjelik, jam dragon, jam kështu, jam alien, jam reptilian, jam pleiadians, jam kështu, jam ashtu. Unë jam shpirt e vëlla, si gjithë ju. Unë jam ashtu që jam. Bëj ashtu që di, ashtu që kam qef vet, a kupton? S'ka të bëj fare me këto gjëra që lëmtunë, po që e kështu e bënish për ty. Ato që janë ka lloj, ku del aty janë shpirta fare, dritë fare ku del për jashtë për shembull, a kupton? Ka këtu mëna, këtu ke loja. Ka dhe loja tjera, ka lloje ndryshe gjërash anë. Ku vjen këtu ke loja për shembull, unë se di po çka ke mohabetun, se kuptoj një fare këto toksoret e këto s'kam pas në fakt kështu, a kupton? Unë do ta zbuloj kush jam unë. Unë jam as toksor, as starësi, ka shumë starësi këtu ka lloj racash. E disa ka këtu, e çka ka këtu? Sa për ti shë vetëm njerëz. Tu ç'o s'ka. Po nëse unë s'ja di se ka lloj emrash. To Pisces with this, Pisces with this, unë merr mend ke Pisces. Çfarë është ke Pisces valla, këto astrologjët të gjanat. Po nuk e di fare sy, pas ka bështimi vetë s'ke nevojë për Pisces edhe për starësid. Po e shpirt, ti e gjyqeti apo jo? Ti ke zbulu komplet lojën, ku e kupton ti, ku shef ti trupin tat, ku del nga trupi ti, s'ke nevojë për starësid edhe. Po ca i kanë qef, varet ku robi, e kupton? Këto komunikojnë me ty bajnë, tu ka lloj, më kam thënë ka aty lloj. Ti ke miliarda këtu, më imagjino sa ke ateti. Lloj çema, shkojnë ndi nga vena, çema kanë ato. Ka lloj emrash, unë merr në mend, s'u të di. Shpirta, lojat e veta. Unë luaj lojën time. Për moment, unë s'kam zbuluar shumë, ti di këto gjëra, as më interesojnë, se ka shumë gjëra të kota. E sa ka aty sa njerëz, sa raca, çema kanë aty ato të merr në mend. S'më interesojnë, unë kam qenë punoj me të tunal fare. Baj tani vetëm mirë, baj në gjëra të mira, e kupton? Unë ato kap, ato kam qef. Me ato mjeshtrat. Ato i du shumë. Secili rezonon me ato të vetën, e kupton? Me ato grupet që ka qenë të klanet. Këtë di unë. Kështu si marrë vesh shumë mirë këto. E kam gjuhë, po për shembull astrologji. Punon dhe i fare si, nuk punon 100%. Disa nga ju më të ofendoni. Po qish po të t'i këshu astrologji? Fillin të lodhët menja. E qish bash apo jo? Bash tamam shumë. Si, që të temuna? Si të zarzavate nga menja. Po këto si kapim me këto jetë të përpashme, ke astrologjia. Këto vetëm qa ku je lind këtu. Pa ajo shpirti ka pas sa jetë përpara. Se merdim ato. Ju astrologët. S'po i shaj, po... Pa këpëton, po nese, pa dhe që me që doni. Ka lloj emrash, lloj gjana, çfarë s'bajnë njerëzit. Mendojnë se din shumë, po din nga trupi. Edhe flasim anine. Qa është ky, qa është ajo. Ma rob më beti komplet tani. Faleminderit që na ndihmon, si ka mundësi që mezi i pres këto videot e tua dhe sikur ta di me dalin sa e hap telefonin në minutat e para, mi e njohë për ty, faleminderit, mbajt qefi. Ajo është ajo që më jep më kënaqësi ke zemra, s'duam, kjo është ajo gjërat e bukura ku kënaqeni ju. Ajo më jep më gjë të mira automatikisht, unë prandaj baj këtë që baj, a kupton, se kjo është ajo, nuk ka vlerë për të gjanat, a kupton. Flasim në mas disa vitesh dhe shihni vetën ju.
ku jeti me, kur do bash ti për shembull, apo që shih atë gjërat. Kjo është ajo, kështu do të rish fantastik. Jo se shpërblesh mua në bashkë në gjë mua, ti apo për thu vetes tate. Unë jam pas fyra jote, a unë të që për të thënë të mirat, unë për thënë vetes time. Ku ja them juve. Po kur del nga trupi i kupton të gjërat që flasun. Pse flasun shumë ani, dhe i kuptoni më mirë ani, këtë gjëra që kuptoni. I nderuar, të falenderoj për punën që bën. Të lutem bëj një video për fëmijët me autizëm. Si ti shërojme. Të them drejt, akoma unë du ta sulmoj të par pak marrë informacion edhe me kohën kismet tani mund ndihmojnë më shumë. Po unë përgjet në fakt shu, në far medicinë që mund në fakt shu, në plantë, në fakt shu që thotë plant medicinë në gjallë. Po unë e kam thënë, është ajo planta e marijuanës. Ajo është shumë e mirë për fëmijën, ajo qetëson. A kupton? Unë se di sa vjeç që ka fëmia jote, o mund t'i blesh nga ato vajet, ato qetëson fëmijën e ban kështu. Qet, nuk është fëmia, a kupton? E qetëson ajo. Po është ajo po ta mësosh ti fëmijën që fëmia e Zoti. Ti thosh që fëmia e Zoti, programoje fëmijën. Po s'u bën ndryshe. Tu ta kuptoja që është Zoti. Edhe nga ato i bën dha afirmime, i gjen afirmime të mira që i futën muzikë frekuencë. Ku diun kanë një fuksi frekuencë për autizëm që çron, ka frekuenca, ka gjana, se shumica këtyre vijnë nga gjelpanat që fëmijë i vogël, papi doktori kur lidh fëmia, ata shpojnë e çe e bajnë apo jo. Aty shumë po thonë 90% që marrin këto janë nga ato. Që kështu me këtë plantën me marijuanës, kjo qetëson e ban më mirë. Po ta kuptoje vetë ajo, të baj afirmime, për shembull vajza, se mendoj se ke vajza se ne mund t'i baj këto gjana, ta kupton? Edhe e beson kush është vetë, ta kupton? Dhe se jemi në Zoti, i heqin gjithë të gjërat në trupi vetëm do komandon. Po s'bëhet tak pak se sjeti në gjendje ku e di që do bëhet para se më bë. Po do pa komandë do vish. I them gjithë, jo vetëm ty, gjithë që kanë këto gjërat. Do vish. Po rri mrapa, si të qoftë. Paka shumë, pa të mundësi, ma e me një ty për dit. Qoj, ka me gja, a këpëton, sa të kesh mundësi, dil natyrë. Dil natyrë se do dalë të karikohesh, jo të dalësh natyrë se do dalësh natyrë. Do karikohesh dhe do bashkë për do këtë qunin, qive që bati e. A këpëton, lexo gjana ku jeti i Zoti për shembull, a këpëton që programon, unë jam kështu, unë s'kam smundje, unë jam i shërum, unë jam energjia Zotit, unë jam ai Zoti këtu, unë jam ai që komandoj, çish do bëhet unë do them. Shkruaj gjëra kështu, kupton, shumë pozitive, afirmime. Edhe shërohet fëmia, programoje fëmijën me kupje, me frekuenca. I pastron i heqin gjithë gjërat kjo. Po besimi vetë i heq gjitha gjërat. Po fillojnë tani frekuencat, edhe kjo marijuana me qetësuçi me basa më mirë, kupton? Marijuana ban shumë mirë për të gjërat. Kam gjuhë, edhe për gjëra, po kam arru shumë se vjen shumë informacione, po e dija që ishte shumë mirë për autizmin, edhe për skizofrenin e këto, edhe për këto, që janë këto, që ka emrin ajo, ato që janë shumë sensible, i thoj, që janë shumë kështu, ka shumë ndjenja, këto që qetëson ajo, pap. Për shumë e mirë, mos e shihni si drogë që thonë këto e bajnë pa lekë, këto të friksojnë, që të marrë gjamë frikë që dali ty e keqe. Këto për komplet i kanë bërë gjithë të gjëra këtu, na kanë bllokuar nga gjithë anët. Mos e ngjoj këto fare në botë. Këto janë me çorçap aty për balek. Ti mos e perd pijesh deni, a kupton, që qetësohesh valla, sa e qetësohesh, pa, nuk bën dama, e bën mirë atko. Ku je qetësuar ti krijon më mirë, Po që janë stres, a kupton? Të vërtet gjërat ndihmojnë, mos ngjoni që thonë të s'din çfarë flasin këto i din këto gjëra, po s'dun këto t'i japin njerëzve, do t'i marrin smut. Që kështu për momenti këtë mund të them, po me kohën po gjitha në diçka, do i flas për këtë, po ta sulmoj gjej më shumë informacion. Po ka të bëj shumë me kaq. Ma e vetëm mirë, sa më mirë sa të kesh mundësi.
Edhe ishin nga stresi, nga këto gjanat e kota ke televizore, kështu, shifi gjërat mira, programoje mirë fëmijën, me gjërat mira, me libra të bukura, me libra pozitiv, me gjërat bukura, kupton? Po unë që kam vuajt shumë nga paraliza e gjumit, edhe ky po përgjigjesh ka ajo paraliza videos së mia që kisha unë për gjumin, nga një nga ato video të paralizimit. Po unë që kam vuajt shumë nga paraliza e gjumit, po ti pe thua shuk e vujt do të vush prapë, ti ashtu ke vujt ashtu do vush, ashtu e mësu, ashtu e mësu gjithë, s'ke fajti. Po më ta kanë shpjeguar që s'ka frikë fare, aty mund dalësh ti, ku ti je paralizim. Ti mos u frikësore vëlla. Ai gjë më mirë mbot, ti mund dalësh nga trupi aty. Ti je aty ku duhet, ti ke porta kalas. Na je po rri qetë se del veta, po s'e qetë, dil nga trupi me shpirtin, provo dalësh, a kupton? Po mos u frikëso, po s'lujte dot. Po të rishjeti del me kollaj. Ose do t'ike, do t'ike na masë të kohë, do t'ike. Do risha të menani, rri, s'ka problem, mos u frikëso, nuk në të gjao, po nga menja ti shpirt. Kështu i thon vunë, më shi, unë po unë që kam vuajt, shi që bëthoti, unë kam vuajt. Ti e ke për shpjegim, po prap, vuajt. Po s'ke diti, me di, po ta mund, që s'ke nevoj. Kam ba dhe vite tjera, ti ke pa, është ajo më kampiona, unë në gjithë, po së mëjmë të arrisim ka jo, ti po thonë unë po vuj. Ti pas ke problem luksus me dal nga trupi. Po zi që shta bashkë. Po ta themë, ke vite tjera, është më mirë, ti prapë se pas e kuptu. Që kështu, s'ke nevoj të vush fare ti, ajo është ajo, bileta jo të mik. Edhe marrë prapë, nuk ikën, nuk vdes, nuk bate si gja. A kupton? Është gjë më mirë në botë që ndodhi. Sa ato që kanë kështu këte, ato knaqen kur kuptojnë kush janë. Sa ato kanë kollaj. Është i tjetër tu, o vëlla, më thuaj emrin e monedës virtuale që do bëjme. Që të blejme. Është ajo X, Z-ja, R-ja, P-ja. Po ajo është për kështu për të ardhmen, do ko pak ajo me, po është mirë me pas, shu e 20-50 tash, unë kismet mund bat kjo e sistemit, po do bat kjo, po doja 2 vjet kjo, si kështu e kam shkujt aty unë në emrin, ka jo Z-R-P. Patën e i lekt vogët aty kështu, po s'u desh, maja të mrena ka jo, mi është me majt. A këpëtan s'vaje se qa not, qa s'not. Po unë e di, se ndryshojnë gjë, këto gjë që shohin janë potenca që në ndodhin, a këpëtan? Po edhe mund ndryshojnë me kohën, se kjo ka të baj me vita, këpëtan? Po paka shumë kjo do bat me kohën një kështu si tip zvifti, dhe do i... Ka dhe gjara tje, por unë do ju lajmëroj, po mora vesh diçka, për diçka që mund të ndihmoj ju, a këpëtan? Që kështu mos u mërzit, po, Z-R-P. Po nuk është në gjak shuja, wow, do bash milioner, se i kontrollojnë këto gjërat e këto i shofin. Zdun të të bash t'i bosa, këpëtan? Po, ban pak lek këtu, po kjo është mirë më fut, me kuptu pak që mas 2-3 vite shani, ke futja 10.000 lek, 20.000 lek, 10 euro, 20 euro aty edhe shifani që bat, që s'bat, a këpëtan? Se më edhe mund të shkoja një nalë fare, po e ke aty, si dihet, është një pak shuja. Shof mja që bat, a këpëtan? është gjë e mirë, edhe me këto do merremi të ardhmen për shembull shumë. Është mirë me ditë mi fillu, mendova unë. Që kështu me ju bane që shdoni, a kupton, po kaq. Po e le këtu sot i me, se u bakja, i ore 20 minuta po thoj ke video. Mendoj se u kam ndihmu shumë i me, edhe po pate pyetje tjera, shkruani edhe i përgjigji me kohën. Që kështu, gjithashtu një ditë fantastike, marrni frekuencën lartë, që ju hapen gjitha dyret, në kohën e saktë. Dhe këto gjërat bëhen me kohën. Kur ti në jërë thu, s'po ndodh ndonjë gjë, kur rinj qiet, kështu, ja, këtu po dal, bat çat bat. Edhe ban sot kesh mundësi me ato që di ti, del vetë kjo. Po s'dole e, komando. Lene, vazhdo prap. I cof kohë. Po s'doli, komando prap. Vazhdo e do dali kjo. E kupton? Vjen dhe vetë kjo. Ku jeti i qiet që thu, po ma vje, po më jesë s'më ndal. Ti je si streset, ri i qiet, kështu të vinë këto. Vjen veta, hapet veta, kapet veta interneti. Mirë pafshim, shifni.